Kur qëlloni të shkruani gjësendi, qoftë një libër të madh a një artikull 5-6 radhësh, e para nevojë është të dini mirë çdoni të fteni, se shumë herë këndojmë të shkruara, të cilat s'kan as mendim, as qëllim, dhe si mbarohen, një pyetje na vjen në buzë. Mirë, po ç'dolli nga kjo? Para që të zini të shkruani, pra, thuani vetes sa dale të mendohem mirë ç'dua për të shkruar. Stili. Si të vendosni shëndosh në mend ç'keni për të thënë, kërkoni mënyrën qysh do ta thoni. Duhen në krye ca fjalë, hyrje të shkurtra dhe për të pëlqyer që të kuptonj ato hop këndonjtori, ku fle lepuri, si thon toskët, dhe që të ëmbëltohet e etiket ënda të këndoj më poshtë, se po të jetë hyrja, si një gërmadh, shpejt këndonjtori kthen fletën. Organizim. Pas hyrjes, zini të shfaqni mendimin tuaj, nuk për një herë, po dal nga dal, thela, që të gëlltitet më lehtë, që të kuptohet më thellë. Toq të fjalësh, a frazat, të mos jenë kurrë të veçantë, të jenë të lidhur njëri me tjetrin. Një tok fjalësh duhet të pjell një teatr më poshtë, që të hip këndonjtori si në një shkallë, dhe kur t'i afronj majës, të jetë gati për të kuptuar prapon konklurimin. Se po të hidhni pa vi një cop mendim këtu, një cop mendim atje, do të bëhet çorb, ku këndojtori s'ka për të kuptuar teatr gjë, përveç se shkronjtori nuk do t'i jap kuptim. Fundi. Pra poja duhet me një mënyrë të ngjeshur e të fortë të përsërit një fare pak fjalë, gjithë mendimet e mësipërme, edhe të nxjerrë një fund i cili është qëllimi i shkronjës. Mbani mend edhe ca të tjera të nevojshme. Kur e that një gjë një herë, të jetë e mbaruar. Mos ma përsëritni më tutje e me të tjera fjalë. Gjuha të jetë e qëruar, pa ato fjalë që na i kanë mbjell magjitë të huajve, të merret edhe vesh lehtë. Prandaj hiqni dorë nga toq të letrash të gjata, të cilët duhet mjeshtri e madhe për t'i përdorur. Mësoni dhe mirë rregullat e gjuhës shqipe. Mos thoni për tregim fshati që u linda. Kjo mënyrë përdorje e fjalës që është turqisht dhe mjaft për të qeshur, në shqipe duhet thënë fshati ku u linda. Fshati në të cilin u linda, e mira e të mirave, është të lëshohet mënjan fjala që përdorja e së cilës për shumë shqiptar është mjaft e rëndë. Fund. Kur shkruani një gjë, këndojeni dhe ndreqeni shumë herë që të bjerë në vesh çdo tok letrash si një cop muzike. Tani, natën e mirë, sa mu qep në sytë.